Një kolazh popujsh. Kulturash. Traditash. Gërshetim pranish ndër vite me dominim të njërës dhe synim të tjetrës, për të ardhur në shprehje më shumë. Një sfond historik i mbushur me ngjarje dhe vlera trashëgimie, por i zhbër hera herës me politika agresive. Duket si një betejë e përjetshme mes asaj që ishte dikur dhe asaj që duhet të jetë. Kjo betejë mes harrimit dhe vulës së pranisë shqiptare prej kohësh zhvillohet në mes të lumenjve të Likovës dhe Konjares, i rrethuar nga malet e Karadakut, Gardishtes dhe të Magnovicës, në qytetin e quajtur Kumanov. Ky vend ka një histori të gjatë që daton që nga kohrat e lashta. Banorët e parë të këtij qyteti kanë qenë ilirët, pasi vetëm ata ndërtonin qytetet në vende të volitshme për jetesë, afër maleve ose në udhkryqe kryesore. Në këto vende flitej pothuajse e njëjta gjuhë, sikurse gjuha e sotme shqipe. Në kohën e ilirisë, Kumanova gjendej në provincën Dardane, e cila ishte njëra ndër krahinat më të mëdha ilire. Besohet se dhe fiset e tjera ilire, siç janë fisi Peon dhe fisi Narop, jetonin në Karadak dhe Kumanov. Në fillim nuk ka qenë urbanizuar me disa familje, por është njohur në aspektin kulturor, arsimor e tregtar, ndërkohë ka gëzuar kompetencat e një shteti. Kumanova ka ndryshuar shumë prej kur unë mbaj mend, një qytet i vogël me ndërtesa të vogla, me rrugë pa asfaltuara, rrugët më të mira kanë qenë të kaldërm, me ato gurt, asfalt s'ka pas. Pastaj në atë kohën unë kur kam qenë fëmijë, qendra në të cilin keni kalu sigurisht aty ka qenë pazari. Bështë e pazari perimeve të qelem. Një rrugë kryesore vetëm ka pas në për qytet. Një shtëpi të mandrave që është si shenja e Kumanovës sot dhe ka qenë kinemaja aty, kino në Predaki që është. Ndërtesat këto që i keni pas një nuk kanë ekzistu. Ka qenë ai rrethi që i keni pa ku gjendet edhe sot në zyrat e komunës, i vetme i kanë bet, si kompleks, për ndryshe tjerat ndërtesa dhe rrugë që i keni pa gjitha e të reja. Kumanova është zhvillu me një tempo mjaft të shpejt. Arsyeja ka qenë se në Kumanova të në kohën e ish Jugosllavisë i është dhënë rëndësi të zhvillohet, sidomos në aspektin ekonomik. U ndërtuan disa fabrika shumë të rëndësishme në Kumanov, të cilët absorbuan një numër mjaft punëtorësh. Edhe ajo ndikoi që pastaj edhe komuna të zhvillohet edhe të ketë një standard më të mirë se shumë komuna tjera në për Maqedoni. Ishte fabrika e Kirofetak, fabrik trikotazhi ishte ajo. Pastaj fabrika e Çik quheshte, fabrika e këpucëve. Pastaj ishte fabrika e lëkurave, fabrika e gypave, fabrika e konstruksioneve metalike, ndërtoheshin, kështu që kjo ekonomi ndikoi edhe në zhvillimin e Kumanovës, dhe Kumanova për një kohë të shkurtër ndryshoi pamjen e vet krejtësisht. Në bazë të etimologjisë, emri Kumanova është emër i lirë, që përbëhet me këtë kuptim, ku dhe Manova, ose ma vendove. Ilirët përdornin emrin Kumanova, të cilin emër më vonë, romakët e adaptojnë në cum Anova, që në gjuhën shqipe
do të thotë kur dhe nova, që do të thotë e re. Emri Kumanova vëret edhe në hartën apo atlasin e vjetër romak. Populli slav tentoi ta ndryshoj kuptimin e emrit. Maqedonasi, duke mohuar ekzistimin shekullor të shqiptarëve dhe ilirëve në këto rajone, shpifë një hipotezë se gjoja emri Kumanov rrjedh nga fisi Kuman, që pas ka jetuar në dhe përreth Kumanovës. Por prezenca ilire këtu është vërtetuar nga gërmimet arkeologjike që janë zhvilluar gjatë ndërtimit të pendës së Likovës, ku janë zbuluar 2 kufoma të varrosura me tradita ilire. Njëra ishte dërguar në Beograd, e tjetra në Shkup për kërkime shkencore, por asnjëra nuk është kthyer në Kumanov me rezultate konkrete. Rajoni i Kumanovës ishte shumë herë fush betej. Perandoria otomane ishte për 550 vjet në Kumanov. Shqiptarët nga Kumanova me sheku i luftuan jo vetëm kundër perandorisë otomane, por kundër çdo armiku. Para luftës së dytë botërore, Kumanova ishte e pastër me shqiptar dhe një minoritet të vogël turk dhe slav. Shqiptarët nga Kumanova luftuan kundër fashizmit në luftën e dytë botërore dhe disa ranë dëshmor. Njëri nga ta ishte Bajram Shabani, që flejoi jetën e tij për lirinë e qytetit, për një shtet të bashkuar, ku të gjithë do të jenë të barabartë. Ushtrimi i politikave anti-shqiptare serbe ka ndikuar që shqiptarët të largohen nga vendlindja e tyre pikërisht deri në vitet e 60-ta. Kështu ndërrua dhe struktura e popullsisë në Kumanov. Fillun prej fshatrave, prej Palankës, Kratovës edhe këto fshatrat që gravitojnë nga Kumanova, Maqedonët të vinë me të madhe këtu të lëshojnë ato fshatrat e tyre, për arsye të punësimit që kishte mundësi punësimi, po kjo ka ndodhur edhe me tonë, me shqiptarët. Mirë, po një kohë gjatë shqiptarët nuk deshen të punësohen për arsye se mendjen e kishin të shpërngulen për në Turqi. Edhe u shpërngulen. Po arsyet reale nëse merren për në Kumanov ka pas edhe presione nga pushteti atëherë shumë mjaft, edhe ato të disa individ që kanë qenë me ndikim më të madh, edhe popullata kur i pa që ata njerëz që ishin më me ndikim fillun të shpërngulen, pa siguria se lufta ishte afër, ishte lufta e dytë botërore, që ishte ato persekutimet pastaj nga ana e pushtetit e kështu, edhe njerëzit e morën rrugën e pakthim u shpërngulën për Turqi. Me këtë shpërngulje po cek edhe një herë struktura etnike u ndryshu në Kumanov. Popullat, komunitet turk gati s'mbeti simbolikisht edhe sot. Vakumi i këtillë i popullsisë shqiptare u popullua me banorët e fshatrave përreth. Edhe përkundër neglizhencës nga institucionet në Kumanov filluan hapat për avancimin e kulturës me formimin e shoqërisë së parë kulturore artistike Bajram Shabani. Fillim, kjo shoqëri nuk kishte kuadro të nevojshme, përveç që zhvillonte atë sektorin e vallëzimit. Se shqiptarët gjithmonë kanë qenë adhurues dhe vallëtar të mirë. Domethënë kanë pas mundësi ato vallet të zhvillojnë në dashma, në hengje të ndryshme familjare, kemi kështu në një rreth pak më të gjerë ka mund. Dhe publikisht kanë qenë shumë të pakta prezentime. Mandej nga instrumentet nuk ka pasën shumë përveç fiellit, kavallit që janë përdorur në këtë rreth, dikur Sharkia, Çiftelia pak më vonë të depërtojnë në këtë rreth. E pas 7 vjetëve filluan të lindin disa shoqëri në rreth edhe këtu. Një ishte Naim Frashëri, e cila bëri një aktivitet bukur të gjatë, por megjithatë shkaqet ekonomike e bën të vetën. E ndërpren punën dhe tani është pasive, nuk është aktive. Po thosë edhe Bajram Shabani, shoqëria, edhe është pasive shumë sepse rrallë herë bën pjesë. Nuk mjetet financiare janë ata që e pengojnë një zhvillim të tij.
Përveç kësaj, në Kumanov kemi edhe një aktivitet poetiku, letrar, takimet e Karadakut, që nga 92-shi vazhdimisht mbahen, ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse në këtë përveç prezentimit të vlerave poetike, krijuese e tjera, ka mundësi të këmbëjmë mendime, njohje në mes krijuesve shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës, të diasporës, të Maqedonisë, e kështu me radhë. Kumanova ka qenë qendër e eksperimenteve që janë bërë në sistemin ish-komunist në fushën e arsimit. Shqiptarët këtu hapën shkollat e para në vitet e 46-ta, ndërsa në të 60-tat shkollat e mesme. Por pas shumë viteve, u përballën me shuarjen totale të arsimit si rezultati politikave keqbërëse serbe. Shkolla e parë do thotë që është bon 4 vjeçare, gjithsesi 7 vjeçare ka qenë shkolla Bajram Shabanit, me një kapacitet shumë të kufizuar për numrin e banorëve asaj kohe që kanë qenë shqiptarët. Tu e përdor atë se dihet më herët në komunën e Kumanovës dhe Lipkovës ka qenë një shkollë tjetër ku janë përfshirë shqiptarët, por me qenë si qytetarë janë llogaritën e kanë njohur gjuhën turqisht dhe ato kanë mësuar atje turqisht një motetori dhe fshatrët, edhe pse ka qenë në ligjit të jepet rëndësi shkollimit, ato kanë pas njerëz nga vetë politikanët e atëherë, sistemi i arsimit atëherë që në praktikë kanë dalë në terren dhe kanë propaganduar se nuk është mirë shkollat të asimojnë shqiptarët, edhe ato çdari kanë llogarisë se shqiptarë të mirë janë vetëm ato që punojnë bujqësinë, tokën, përndryshe gjithë ato që kanë pas shkollë, kjo është thonë se nuk janë shqiptarë të mirë. Dhe këte ne kemi në vitin 1946 kur një hoxh që ka ushtruar detyrën e hoxhës në fshatin Allashec, ai e ka lënë fshallin, meqense ka qenë intelektual i fortë, dhe është kapur për drejtor të shkollës Bajram Shabanit dhe kur është opinioni kur e kanë pa popullata se pasi hoxha do thotë ju ka arsimit, ajo është nxitje që mandej të fillohet të rritet numri dhe të fillojnë të hapen shkollat e fillore, këto ma fjalë këtë për shkolla fillore edhe në trevën e Kumanov. Meqense atë ka qenë një komunë, Kumanovës dhe Lipkovës, por për fat të keq ato janë hapur një numër i shkollave deri në 4 vjet. Kështu që deri në vitin 1960 janë kompletuar shkollat fillore, paralelja e parë normale në Kumanov, që ka funksionuar vetëm me 4 profesorë shqiptarë. Edhe ato në bazë të dhanëve që kemi ne, si lidhje arsimtare, edhe atëherë është bërë një rezistencë shumë e madhe nga shumë individ pushtetarë të asaj kohe, por tu i falenderoj njerëzit të asaj kohe që të pa nevojën e madhe që duhet të ketë kuadra arsimore, edhe rastisht është hapën normalja, sa e ka qenë burim me punëtorëve të arsimit dhe ka pas kuadra të forta të normalës kuadra në Kumanov, por thash për fat kanë qenë vetëm me 4 profesorë shqiptar, kurse gjitha lëndët tjerë kanë qenë gjuhën maqedone. Dhe kur kanë filluar dalin kuadrat e parë me shkollave të mesme dhe të mësim fakultetet, është kalu prej normales në gjimnaz dhe kështu nga 64 e këndej, ka funksionuar Kumanov shkolla e mesme gjimnazi dhe nga viti 1970 janë hapur në gjitha qendrat, si në atë shkollën e mesme ekonomike, teknike dhe bujqësisë paralele, që do të thotë se shkollat pavarur në sistemin komunist nuk